Aero në këtë momentin që janë këtu si trup për navigimin nga aeroporti i Vlorës dhe avioni i parë praktikisht është avion certifikues, ashtu siç them, sapo është ulur në pistën më të madhe të Shqipërisë, por edhe një nga aeroportet më të mëdha të Ballkanit, 3.2 kilometra. Ky është aeroporti i parë i kategorisë 4E. Kategoria 4E gjithashtu definohet edhe për sa i përket ndërhyrjes në emergjenca kryeministën, ta kemi edhe një staf kaq të gjerë dhe të madh në grupin e Serbisë. Respecta. Kom të mbar. Respecta. Me këmbë të mbar. Me këmbë të mbar, respecta, me këmbë të mbar. Kom të mbar. Me këmbë të mbar, me këmbë të mbar. Me këmbë të mbar. Tani, do ndalojmë 2 minuta sepse në flight check kemi dhe inxhinierin apo jo? Po. Edhe inxhinier pistës. Kemi dhe inxhinierin e pistës, pra personin që ka mbajtur gjithë përgjegjësinë e ndjekjes së punimit të pistës. Ka qenë një punë e vështirë për të thënë drejtën, jo vetëm për faktin që kemi mbaruar para afatit. Comandante, grazie. Preferisce italiano? In questa terra si parla italiano, non si parla inglese. Piacere. Grazie. Grazie. Grazie per tutto. In questa terra si parla italiano, non si parla bene. inglese. Buongiorno a tutti. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Oggi La pista come l'hai sentita? è liscia. È stato atterrare come sulla seta. Buonasera. E dall'alto è veramente una bella vista, compreso il nuovo terminal. Lo passa con il capo.
fare una... 20 minuta nga këtë moment? Maxi, konfirmo? 14 apo 15 minuta. Durim, jemi. Volete fare una visita veloce dell'aeroplano? Questi sono i fiato di Pieno? generazione. Come produzione sono nuovi. Questi sono gli Avanti 2, adesso c'è un'evoluzione di questo aeroplano che si chiama Levo, che hanno cambiato un po' i motori e qualcosa sul carburante per dare più autonomia. È bello. Questo è modificato per fare la calibrazione in volo. E questo... Questa è l'apparecchiatura per fare la calibrazione in volo dei sistemi di navigazione e di atterraggio. Tutto quello che gli aeroplani di linea usano per volare, noi controlliamo che dia le giuste indicazioni. È qui, eh? Sì, la posizione è quella, Sì, sì. non la invito a sedersi perché non è molto comodo. No, io sono troppo grande per questo. Hanno performance molto similari agli aeroplani di linea. Noi abbiamo come crociera massima a livello 410 la velocità è sui 370 km. Diciamo paragonabile a quella degli aeroplani di linea. La cosa buona è che Voi siete partiti da dove oggi? oggi da Tirana. Ieri siamo venuti da Ciampino per fare Da Ciampino a Tirana quanto avete fatto? meno di un'ora. Meno? Cioè, normale. Sì, abbiamo fatto poi i controlli sull'aeroporto di Tirana e siamo atterrati. Mă përshëndetje. Po, ti përshëndesim dhe jemi e para. Yes. O, ashtu e bëjmë. Fillojmë që dali përpara. Tani ju e keni bërë një procedurë. Procedurë për rekrutime. Atëherë, është bërë procedurë për rekrutime sipas trupave, normalisht, sepse aeroporti bën rekrutimet e veta, që është grupi K, pra ku shikoni via është pjesa e aeroportit, që kanë filluar kanë filluar rekrutimet sigurisht për pjesën e groundit, për pjesën e menaxhimit që ka aeroporti, dhe sigurisht Disa janë nga Kosova këtu? disa kanë. Saktë. Jo, që janë për të kaluar, për të transferuar know-how, pra dijet. Ndërkohë që e gjithë trupa punësohet nga zona Prej Prishtine. Prej Prishtine. Po ju? këtu, kryeministër, kemi gjithë trupën Ne kemi trupën e atë kontrollit. Këto janë 28 kontrollorë të rinj trafikut ajror, janë djemë dhe vajza, që kanë bërë të gjithë procesin e trajnimit në akademi. Ku keni qenë në pësë? Apo në keni qenë në Çekik, keni bërë në Çekik, ku të pjesa tjetër në Spanjë. Pra, një pjesë Madrid dhe një pjesë në Spanjë. Synimi është një pjesë Madrid dhe një pjesë në Prag. Synimi ynë është që të gjithë trupat e tjera në të ardhmen, gjithë brezat të ndërtohen këtu në Akademinë e Vlorës. Shpresoj që të jenë brezit fundit që kemi trajnuar jashtë vendit. Operojnë një aeroport që nis nga e para. Po ju gjithë do instalohen në Florë. Në Vlorë ata jetojnë në Tiranë, në Vlorë nuk ka problem se njëre. Jo, do instalojnë për punë. Patjetër. Punojnë edhe me 3 turne, pra nuk kanë asnjëherë pushim. Al kontrolli punon 3 turne, 24 orë në 7 ditë të javës, pra shkojnë në rotation dhe kanë Po të gjitha këtë privilegjet. e keni për kull. Nga jeni? Jam nga Korça. Nga Korça jeni? Kjo është kulla. Ku jem mora i madhi ku jem. E një këtë?
Ky është si të quaj. Është komandanti I madh I gjithë zonës këtu. Quhet Kanan, ky është Kanani I Novoselës. Çfarë do lloj problemi keni? Adresa është një telefon Kananit edhe këtu. Edhe I vetmi që ka deportuar sot se ku ka vetëm trupa përveç Kananit. Dhe ja, është I vetmi autoritet që ka deportuar këtu nga... Se nuk kemi lejuar askënd përveç Nga gjithë trupave. autoritetet lokale, është Kanani, që Kanani është Novoselës. Këtu kemi policinë e shtetit kryeministrat, të cilët sigurisht kanë detyrat e tyre, duke qenë se kjo tashmë është shtëpi militare, është gjithë stafi aty. Këtu kemi aviacionin civil, që shikoj nga shenjat, të cilët kanë bërë të gjithë procesin e certifikimit. Ka prapë janë në kontrollit. Po, aty është prapë aviacioni civil, sepse janë të ndërthurur me njëri tjetrin. Janë dy trupa që kanë mbajtur peshën kryesore për gjithë pjesën e certifikimit, që është një pjesë jo e lehtë të drejtën, ku janë drejtuesit e kontrollit nga që shikoj. Po janë inxhinierët e ri, inxhinierët e... A I gjeni do të se jam gjelos për të qiveri mirë. Qiveri mirë. Ku t'ja fos vallet e? Mjekrat kam vetur. Qiveri mirë, qiveri mirë. Shirën kujtet, se jam gjelos për to. Për flokët, po jo më se s'kam nevojën për flokët e ti asë për këtë këtu. Sinan Bey, how are you? E gjithë trupa Air Albania, që duan ta kthejnë besoj aeroportin e Florës në home base. Flora will be your home base, Now we need more acres. but are coming new ones, no? Yes. When? Yes. It will come at the end of this month more, 2 more acres. 2 more. But we are looking to start the operation from Vlora. Now we are at the half of 2 more, it makes 4 or 5. 5. But me pesa avione. And then we have 2 more. Yes. Me qënë se Maxi thash që folën për aviacionin civil, se ishën pjesë folën për aviacionin civil dhe gjithë punën që ka bërë, këtu kemi dhe doganët, pasi dhe dogana merë detyrimin bashkë me policinë e shtetit, policinë militare. Sigurisht është pjesë e shikosh që janë përfaqësuesit e Kososit, të cilët gjithashtu kanë bërë një punë. Ktheu në këtë. Ja, ktheu që ktheu. Ky është legjenda. Ka që ditë në bajtë. A një gjohë që më dha, mirë se edhe në shpinë tane, pa. Unë mendoj që Ta dish ti, po ti ta dish mirë. po faleminderit shumë. Edhe të kemi trajtu mirë. Lutem, unë nuk po moj me respektue as sa po më respektue komuniteti, qoftë në Vësela, qoftë rrethi, faleminderit shumë. Por, ata do të ndihmën në fjalë. Inshallah e gëzojnë atë gjithë shqiptarë kudo që janë, po edhe turistat të cilët vinë e vizitojnë këtë vend kanë ku me ardhë, sepse ja ka mundësue edhe komunitetit, ja ka mundësue edhe Vlorës, ja ka mundësue të gjithë, përmanin Vlorë e rejitja, gjithë të bëgjërë. Ka mërë burë kishit bu deputet në Kosovë. Po kishte për deputet në Kosovë. Me klarë. E ka qenë shpëtimtari juaj. Kur inshallah luftë në botë, Shpëtimtari juj ka qenë ushtria shqiptare e Kosovës me komandantin e madh shqiptar. Edhe sa minuta kemi Maxi? Çfarë mund të themi akoma sa të vitet e Kosovës? Sa minuta ka? 15 minuta. 15 minuta, atëherë po filloj unë përshëndetje. Po mirë, hajde fillojmë. Do ta fillojmë pa bashkë, s'u çfarë. Jo, pata do vi për përshëndetje. Jo, shikoj, ne do të fillojmë pa batur,
Edhe kur të vi Baca do i themi që ti dhe ti fat e fillojmë pa Baca. Do ta marrim në dy përgjithësi. Nderuar të ministër, nderuar përfaqësues të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, sot ishin të gjithë shqiptarë në momentin më të drejtën në të vajtëve padyshim pjesët emocionuese të tunelit që konsiderohen si vepra të komplikuara të infrastrukturës, por për të thënë të drejtën sot kjo nuk ka të bëjë thjesht me infrastrukturën, ka të bëjë me krenarinë kombëtare dhe një premtim të dhënë nga Edi Rama, i cili jo thjesht është mbajtur, por është mbajtur para afatit. Për të ndarë me ju, afati kontraktual i këtij konsorciumi ka qenë në pranverë 2026, por meqense ne kemi bërë një premtim këtu pikërisht në Vlorë në nëntor të vitit 2021, si për aeroportin e Vlorës ashtu dhe për tunelin e Llogaras. Kjo skuadër në bashkëpunim të ngushtë me aviacionin civil, me Alp Controlin dhe me gjithë trupat e tjera, konsorciumi ka arritur që të dorëzojë një pistë që siç e dëgjuat edhe nga pilotët e ENAV, që është kompania ekuivalente e Alp Controlit e shtetit italian, flitet për një pistë të butë si mëndafshi, që do të thotë që i plotëson të gjitha kushtet, edhe inxhinieri i certifikimit që ishte brenda avionit tha të njëjtën gjë. Unë besoj që për Vlorën ky është një moment historik, për Shqipërinë është një moment historik dhe rastësia dhe fati i mirë e solli që të jetë një moment historik edhe për Kosovën. Pasi kjo vepër dorëzohet nga një konsorcium i drejtuar nga Beqet Pacolli dhe na bën krenar si kombë. Ditët e fundit kemi folur shumë shpesh për aviacionin, për arritjet, për strategjinë kombëtare të aviacionit civil, e cila tashmë ka arritur të materializohet. Nuk është më thjesht një strategji e hedhur në letër, nuk është më një ëndër për t'u realizuar, por janë hapa të mirë menduara, të cilat tashmë po i shikojmë të materializohen. Ashtu siç kemi bërë me Air Albanian, ashtu siç kemi bërë me aeroportin e Kukësit, sot jemi këtu në Vlorë për të dorëzuar një vepër e cila tashmë nis të gjithë fazën e certifikimit, sot është certifikuar pista dhe tashmë vazhdojmë me të gjithë komponentët e tjerë që do ta sillin këtë aeroport brenda kësaj vere, që të jetë operacional për të gjitha fluturimet civile ndërkombëtare. Kur e nisëm këtë projekt, duke pasur dhe studimet e fizibilitetit të bëra sigurisht me skrupulozitet, flitej për një investim rreth 104 milion euro dhe për një terminal prej 5.000 metra katror. Sot që flasim nga deklaratat e konsorciumit, bëhet fjalë për një investim deri tani 140 milion euro dhe terminali është 17.000 metra katror. Pra i trefishuar nga çka ishte në studimin fillestar. E gjitha kjo sigurisht ka ardhur për shkak të numrave të rritur që ne kemi në aviacionin civil, duke qenë se Shqipëria 2 vitet e fundit mban vendin e parë për sa i përket të rritjes në ulje ngritje të avionëve nga aeroportin ndërkombëtar i Rinasit, por nga ana tjetër dhe për sa i përket numrit pasagjerëve. Viti 2024 u mbyll me 10.7 milion pasagjerë në aeroportin e Rinasit. Dhe kur kemi nisur këtë studim, pra në 2020, në qoftë se nuk gabohem, në atë kohë flitej që në vitin e parë, në skenarin bazik, duhet të prisnim 330.000 pasagjerë.
Më pas, duke evoluar, arritëm që për llogaritja të ishte në 1 milion pasagjerë në vit. Sot, nga të gjitha avancimet që janë bërë dhe përmirësimet që janë bërë studimit pra të fizibilitetit të këtij aeroporti, kemi arritur në një shifër prej 3 milion pasagjerësh vetëm në vitin e parë. Diçka tjetër për cilin jemi krenar dhe presim me padurim është se këtu në Vlorë do të aplikohen 3 modele biznesi. 3 modele biznesi të cilat kanë të bëjnë me bërthamon, pra atë çka është thelbësore që është aviacioni civil. E dyta është mirëmbajtja e avionëve, një sektor totalisht i ri. Një sektor i ri i cili përveç faktit që do të sjellë të ardhura shtesë në industrinë e aviacionit civil, duke pas parasysh të gjithë avionët që do vinë dhe do qëndrojnë në Shqipëri për disa ditë për tu mirëmbajtur, nga ana tjetër krijon dhe një mundësi të re punësimi, e cila nuk ka qenë deri më sot në Shqipëri, që ka të bëjë me inxhinierët avionics apo edhe teknikët. Dhe modeli i tretë është Cargo e Mirfield. Aeroporti i Vlorës, për shkak dhe të sipërfaqes prej 300 hektarësh kur është i vendosur, 300 hektarë të dedikuar totalisht brenda këtij territori, parashikohen që të ketë edhe një nën-sektor tjetër i cili është Cargo, e papërdorur deri më sot në Shqipëri, Cargo e Mirfield, për ngarkesa ndërkombëtare që do të jetë pjesa e tretë e të gjithë përpunimeve brenda këtij aeroporti. Sigurisht të janë 3 modelet e biznesit, por ky aeroport do të kthehet edhe në një inkubator të dijes, duke qenë se në këtë territor do të ngrihet Akademia e Aviacionit Civil, një akademi e cila do të prodhojë të gjithë profesionistët e ardhshëm, duke filluar nga ata që unë kam shumë për zemër që janë kontrollorët e trafikut ajror, inxhinierët e aviacionit, pra edhe të trafikut, dhe nga ana tjetër të gjithë trupat e tjerë që sot ne i trajnojmë jashtë, që sigurisht mundohemi që të bëjmë trajnime gjatë punës, pra on job training siç quhet në gjuhën tonë, të aviacionit, por nga ana tjetër ne do të kemi të gjitha këto kapacitete këtu. Në një prezantim që kemi pasur javën e shkuar, edhe Ministri i Mbrojtjes ka bërë prezantimin e tij pasi parashikohet që në këtë territor të ketë një ndërthurje dhe të një akademie tjetër, pra një akademi ushtarake për sa i përket aviacionit ushtarak, duke krijuar kështu një fushë totalisht të re për të rinjt dhe të rejat. Jo vetëm të Vlorës, dhe këtë duhet ta them, sepse kërkohet kaq shumë fuqi punëtore këtu. Pra duke nisur rreth 1.200 trupa që do të jenë vetëm brenda këtij territori, pa folur për të gjitha bizneset e ndërlidhura rreth aeroportit, kështu që Vlora nuk besoj që do dalit ta përballoj vetë, ndajeni pak me fjerin, sepse i shy këtu deri në Fjer janë vetëm 17 minuta dhe kam filluar t'i numëroj për të parë se ku është më afër. Të gjitha këto lajme të mira sigurisht ndërthuren, siç u thash, me një strategji shumë të madhe të vendit tonë, të qeverisë Rama, për sa i përket infrastrukturës. Asnjëra nga veprat që ne po dorëzojmë nuk është ishull. Të gjitha janë të lidhura dhe të ndërlidhura mes tyre, dhe këtu do ndalem për një sekond për të dhënë një lajm tjetër që e kemi thënë, por është lajm që duhet përsëritur. Keni parasysh që ky aeroport do të lidhet me Vlorën përmes një hekurudhe. Ashtu siç lidhen të gjithë aeroportet ndërkombëtare europiane. Është një linjë prej 5 kilometrash, e cila do të lidhet gjithashtu edhe me hekurudhën që vjen nga Rogozhina në drejtim të Vlorës, duke e bërë arterien të ndërlidhur edhe me qytetet e tjera, madje edhe me vetë Tiranën. Është e rëndësishme të thuhet që prezenca e disa aeroporteve në territorin ton krijon një konkurrencë të drejtë, konkurrencë të pastër, nga e cila përfiton klienti, udhëtari. E kemi parë se si ka ndodhur në aeroportin e Rinasit, kur nga më pak se 28 destinacione, sot kemi më shumë se 160 destinacione. E kemi parë kur monopoli mbaj nga pak kompani, se çfarë ndodh sot kur në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit ka shumë kompani që operojnë, rreth 49. E gjitha kjo është përkthyer
në benefite për udhëtarin, benefite për klientin udhëtar të aviacionit civil, duke ulur kështu çmimin e biletave, duke ofruar përzgjedhje të ndryshme të destinacioneve, të orareve, të kompanive ajrore, duke i kualifikuar ato sipas cilësisë të cilën ofrojnë, e njëjta gjë, por dhe më shumë do të ndodh me fillimin e operimeve në aeroportin e Vlorës, atëherë qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e Kosovës, madje edhe vizitorët tanë do të kenë mundësinë që të zgjedhin se cilin nga aeroportet duan ata të frekuentojnë, dhe midis aeroporteve do të ketë një kompeticion të pastër, jo vetëm për sa i përket çmimeve, por edhe cilësisë. Aeroporti i Vlorës është aeroport i kategorisë 4E, e shpjegova edhe kur takuam trupën e zjarfikseve, duke e bërë këtë aeroportin e vetëm në Shqipëri për momentin, por sigurisht unë jam e sigurt që edhe Tirana do të bëjë të njëjtin upgrade të kategorisë, duke pasur parasysh që ky është një aeroport i dizenjuar për fluturimet transoqeanike. Dhe këtu pastaj lind një detyrë e një tjetre krenarie kombëtare, siç është Air Albania, që të fillojë dhe të materializojë atë çka ne kemi hedhur në planet tona, që është fluturimi i shqiponjës ton Air Albania me emrin Fanoli drejt kontinentit tjetër, në destinacionet që janë më të kërkuara nga shqiptarët, siç është New Yorku apo Detroit dhe gjithçka tjetër ne kemi analizuar dhe kemi planifikuar. Unë realisht mund të flas shumë për aviacionin, si një pasion im dhe jo vetëm detyrë, por në ndërkohë do preferoja ndoshta, nuk e di Maxi është këtu apo ka lëvizur, sepse është në pistë. Maxi je këtu? Ti thoj edhe ti dy fjalë Maxi, derisa të presim kryeministër? Derisa të presim Bechet Pacollën? Është ngritur avioni? Tani unë do them nga pikpamja e perspektivës aviacionit civil, në shtator, komisionera e Komisionit Evropian pyeti Mario Draghin, i tha, çfarë duhet bëjë aviacioni që të zhvillohet? Edhe Mario Draghi tha 3 gjëra. E para, duhet të përmirësohet infrastruktura ekzistuese, duhet të zhvillohet infrastruktura e re, dhe duhet të jemi miqësor me terrenin. Kështu që Mario Draghi tha në shtator, ne kemi filluar t'i bëjmë që në 2014, kur hoqë monopolin e aeroportit të Rinasit e tjerë e tjerë. Kështu që një infrastrukturë e re, për shkak të zhvillimit të aviacionit civil, por nuk është kaq, unë di shumë mirë planet tona për të ardhmen, di që do bëhet një akademi ku do prodhoj burime njerëzore për aviacionin civil, di shumë mirë që Vlora International Airport ka një marrëveshje për mirëmbajtje të avionëve, di që dronet do akomodohen në aeroport, do bëhen mjet lëvizës, po di dhe një tjetër, që deri në 2022 ne do kemi dyfishim të pasagjerëve në aeroport. Di shumë mirë që Boeingu ka parashikuar deri në 2022 të ketë nevojë për rreth 407.000 pilot, 608.000 inxhinier, rreth 800.000 cabin crew. Do të thotë business case. Vlora, Gjirokastra, edhe suksese. Tashti ju e dini shumë mirë që ata që janë vërtet të rëndësishëm vinë me vonesë. Kështu që po presim Bacën Bechet që të na nderoj me uljen e tij në pistë. Dhe ndërkohë duke qenë se Belindës edhe Maxit i mbaruan fjalët, unë që siç e dini nuk më mbarojnë fjalët kurrë, dola këtu t'ju them në radh parë shumë urime edhe
me këmbë të mbarë të gjithë punonjësve dhe punonjëseve të reja të aeroportit Vlorës, që janë këtu të pranishëm. Të falenderoj në mënyrë të veçantë grupin e ardhur nga Kosova, që janë këtu të pranishëm. Dhe të shpreh besimin se kjo shqiponjë dykrenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti për cilësinë e shërbimit, për sigurinë dhe natyrisht edhe për nivelin e buzëqeshjes që e pash sot me shumë kënaqësi. Dua po ashtu të falenderoj të gjithë ata të cilët besuan në këtë projekt edhe punuan për këtë projekt, që nuk ka qenë as pak i lehtë, për hir vërtetës, ka qenë një projekt tejet sfidues, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Thash se ishte 2 minuta vonesa, po qeka më shumë, dhe atëherë dua ta nis diku se ju e dini që unë kam me vete shumë të tjerë që nuk duken këtu, po që janë bashkë me mua aty tek pasqyra e Facebookut tim, edhe që nuk më ndahen nga të gjitha rrugët e jetës, nga të gjitha vendet, me të gjitha llojet e opinioneve, dhe dua të adresoj njërin prej këtyre opinioneve që më ka cimbisur prej ditësh, qysh se ne tham që do të ulim avionin e testimit në pistën tani më të përfunduar, dhe ky opinion thot që ky është një fluturim fake që do të bëhet vetëm për propagandë dhe pastaj aeroporti do të mbetet si kuksi, dhe unë dua ta zbuloj këtu një surprizë për ndjekësit e mi. Unë nuk jetoj dot pa ta, duket sikur ata më marrin shpirtin, po unë ju siguroj që pa ta unë nuk jetoj dot në këtë detyrë. Ata më ndihmojnë shumë që ta bëj detyrën edhe më mirë, edhe me më shumë vendosmëri, dhe pavarësisht se nuk më lën gjë pa më thënë, unë i dua ata. Edhe dua t'ju zbuloj atyre, po edhe të tjerëve një surprizë. Është e vërtet, aeroporti i Kukësit ka pasur një sfidë më vete për të siguruar operatorët përkatës. Nuk është një aeroport i thjeshtë, ka një problematik me korridorin e uljes, që e kemi thënë qysh atëre, dhe nga ana tjetër, për të pasur operatorët që punojnë në një aeroport, duhet të krijosh besimin e dur se nuk do të jetë një operacion me humbje të parësyeshme si fillim. Dhe operatori që operon aeroporti ka bërë përpjekje për të lidhur marrëveshje, për të bërë kontrata, mirë po nuk e ka gjetur dot në kohë një akullthyes,
një akuthyes që do të dëshmoj se ai aeroporti ja vlen. Siç ndodhi me aeroportin e Tiranës. Aeroporti i Tiranës ishte aeroporti më i shtrenjtë i Europës. Ne trashëguam aeroportin më shtrenjtë të Europës dhe ata që e kontrollonin aeroportin, koncesionari i trashëguar, kishin arritur të impononin shtetit shqiptar një kontratë që është unikale në llojin e vet, pasi kishin marrë nga shteti dhe monopolin e vendimarrjes, që do thotë që shteti shqiptar nuk mund të hapte dot një aeroport tjetër pa marrë lejen e tyre. Dhe në kontratën madje që ata kishin me shtetin kishte edhe një klauzol që 100 metra, 100 kilometra në një rrezë 100 kilometra nga aeroporti i Tiranës nuk mund as të mendoj për një aeroport tjetër, gjë që për shembull përjashtonte Vlorën. Nga ana tjetër, numri i fluturimeve ishte shumë i kufizuar. Biletat ishin tërësisht të shtrenjta. Transformimi ndodhi me një plan të shumanshëm. Një plan të shumanshëm që ne e vumë në jetë hap pas hapi, duke e transformuar praktikisht aeroportin e Tiranës nga aeroporti më i shtrenjtë, nga aeroporti më i vështirë, nga aeroporti më i lodhshëm për të gjithë, në aeroportin me rritjen më të lartë për disa vite rresht në të gjithë Europën. Dhe në aeroportin më të madh të rajonit, jo në raport me vetveten, as thjesht dhe vetëm më të madhin si rritje, por për numër pasagjerësh. Në Tiranë ne përpunojmë më shumë pasagjerë se në Beograd. Dhe kjo është diçka e pa imagjinueshme deri pak vite më parë, ndërkohë që numri i fluturimeve ka arritur në një pikë të pabesueshme. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Në aeroportet e rajonit jeta mbaron mbas dite. Aeroporti i Tiranës punon ditën dhe natën. Dhe ndërkohë jemi duke shtyrë përpara, siç e tha Belinda, qoftë ngritjen e kategorisë për fluturimet transoqeanike, ndërkohë që tani më ka filluar bashkëbisedimi me Federal Aviation të Shtetet Bashkuara që kërkon një kohë të caktuar për të gjitha inspektimet. Ata kanë ardhur, kanë inspektuar aeroportin, kanë identifikuar gjërat që do donin të shihnin, dhe nga ana tjetër jemi në bisedime serioze, aeroporti është në bisedime serioze, por dhe ne bëjmë punën tonë për të shtuar disa linja shumë prestigjioze, duke filluar nga Qatar Airways. Kështu që në këtë, por ama, ju them këtë, unë kam bërë takime vetë, personalisht, me kompanit. I kam lutur kompanit vetë që të vinë dhe vitet e para ka qenë e pamundur. Ka pasur një skepticizëm të madh. Kur erdhi Ryanairi u duk sikur do me thënë base shumë kush ka menduar që Ryanairi erdhi se atë ditë mësoi për Tiranën. Ryanairi jemi qepur me buk në trast kur i thonë, por nuk bindej. Nuk bindej që Tirana dhe Shqipëria i kishin biznes për të bërë. Dhe sot Ryanairi është i lumtur me Shqipërinë. Tani, ku lidhet Kuksi këtu? Kuksi lidhet tu sepse ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht edhe 3 minuta. Po e zjas që të viba. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kuksit,
Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do t'jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta dy avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Air Albania që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe Air Kosova që do të ketë bazën e vet në Kukës. Dhe për ta konfirmuar këtë kam sjell me vete edhe certifikatën që mos thonë që është një Photoshop. Ky është regjistrimi i kompanisë qysh në janar të 2025-ës. Kompania po punon për të siguruar avionët edhe për të filluar me operacionet në territor. Nuk po jap datë sepse kam mësuar tani më që këto datat që jap unë fusin brenda syrin e keq dhe tani syri i keq plasi sepse baca zbriti. Është duke shkuar në Vlorë që ta shoh Vlora dallandyshën e parë që lajmëron një pranverë në të gjitha sezonet e aeroportit Vlorës, i cili ndryshe nga aeroporti i Kukësit, që është një aeroport i vogël për fluturime low cost, do t'jetë një aeroport ndërkombëtar për të gjithë vitin, jo thjesht një aeroport turistik, edhe Kukësi për gjithë vitin, ndërkohë që për fluturime low cost, ndërsa Gjirokastra që do t'jetë aeroporti i mandatit të ardhshëm, do t'jetë një aeroport turistik sezonal, që do të ndihmoj fuqishëm gjithë Jonin gjatë periudhës verës dhe gjithë jugun e Shqipërisë natyrisht, sikundër aeroporti Kukësi do t'jetë një mbështetje e madhe edhe për turizmin në zonën e veriut. Duke se shkoj deri në himar buxheti.
Ata s'dun veje, por s'dun. Po nuk dun veje, zot. Po çfarë do të më shmejnë? Kamera. Entrambi che qui. Atëhere po vazhdoj fjalën pasi në pjesën e parë, siç edhe ju thash, u përqendrova tek mbushja e kohës derisa të vinte njeriu më i rëndësishëm i ditës. Bac, mirë se ke ardhur.
shpresoj të të pëlqej çka kemi bërë deri tashti. Dhe natyrisht që do t'ja jap fjalën për ta mbyllur Bexheti këtë ceremoni të bukur, por dua të shtoj dhe disa gjëra që nuk i preka më parë, duke filluar nga fakti që ky aeroport nisi, siç e tha dhe Belinda, me një objektiv të caktuar dhe me një mas të caktuar pasagjerës të parashikuar, dhe pastaj procesi i detajimit të projektit dhe ndërkohë gjithë procesi i mëparshëm i përzgjedhjes dhe i marrjes përsipër të veprës nga kompania morën disa kohë, dhe në atë disa kohë ambicia u rrit, sepse u rrit Shqipëria, sepse u rrit edhe imazhi dhe u rrit dhe shumë interesi për Vlorën edhe për gjithë jugun e Shqipërisë në këtë rast. Kështu që sot aeroporti ka për masën e kësaj ambicie të rritur në këto vite. Nga ana tjetër, u fol këtu për punësimin e mbi 1000 njerëzve thjesht dhe vetëm brenda perimetrit të aeroportit, por gjithë ky territor, dhe kur them gjithë ky territor kam parasysh jo territorin e aeroportit, po territorin e qarkut Vlorës, e qarkut Fierit, do t'jetë nën presionin e kërkesës për punonjës, për krahët kualifikuar pune, sepse në ndërkohë këtu do të bëhet mirëmbajtje avionësh, këtu do të bëhet kargo, për herë të parë në Shqipëri do të ketë edhe avion kargo. Ne ndërkohë kemi pasur shprehje interesi për Tiranën dhe për Vlorën nga kompanitë mëdha që merren me logjistikën e transporteve postare, dhe rrotull do të ketë zhvillime të tjera, kryesisht të turizmit, por edhe të logjistikës, dhe përballë do të kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm nga pikpamja e imazhit dhe e cilësisë, për cilin është folur shumë, por i cili tani më po merr formë, dhe patjetër që ambicia është që ky zhvillim, ky transformim të mos jetë thjesht një zhvillim më tepër në hartën e industrisë tonë turizmit, por të jetë një zhvillim që të udhëheq si model dhe të ketë një forcë tërheqëse të atill që të vendoset në maj të nivelit të gjithë mesdheut. Pra, ambicia është që zhvillimi në ishullin e Sazanit dhe zhvillimi në gjithë territorin përballë të krijoj një magnet me një fuqi të jashtëzakonshme për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë, dhe të na jap një mjet të ri për të tërhequr turizmin, për të tërhequr turistët që konsumojnë shumë, për të tërhequr turistët që sjellin shumë të ardhura, por që kur vinë edhe me sytë e hapur për të parë se ç'mund të bëjnë tjetër në këtë vend. Kështu që e ardhmja është absolutisht shumë premtuese për Vlorën, dhe ky aeroport
është pasqyra më kuptimplot e këtij premtimi që e ardhmja mbartë për Vlorën. Dua ta mbyll duke thënë edhe dy fjalë për kompaninë tonë Flamurit Air Albanian, e cila pati një fazë të vështirë tranzicioni dhe tani më ka hyrë në një rrugë të re. Së shpejti do të vinë edhe 2 avion të tjerë dhe numri i avionëve do të shkojë në 5 dhe pastaj siç ka qenë plani, po tani më ky plan është duke vjetësuar hap pas hapi sipas kalendarit, do të kemi 7 avion dhe po ashtu Air Albania është duke punuar dhe për krijimin e një flote të dedikuar të avionëve të biznesit, që është një vlerë e madhe e shtuar për industrinë tonë të turizmit, por është një vlerë e madhe e shtuar edhe për aviacionin tonë. Ndërkohë që siç thash, siç është Vlora gati sot, edhe Tirana po bëhet gati për të pritur edhe avionët që vijnë nga përtej oqeanit. Duke ju siguruar që në fund të ditës e të gjitha këto përkthehen në një shtysë të fortë për rritjen ekonomike të Shqipërisë, dhe duke siguruar që ajo që ka ndodhur me prodhimin tonë përgjithshëm kombëtar, që është rritur 3 herë nga më pak se 10 miliard euro kur ne morëm detyrën në mbi 25 miliard euro, është vetëm fillimi i një rritje ende më të fuqishme, dhe parashikimi ynë për Shqipërinë 2030 me 35 miliard euro prodhim të përgjithshëm kombëtar është minimumi i asaj që ne do të arrijmë. Ju falenderoj edhe një herë, edhe dua që ta harroni se mund të rrini ulur kur të mikprisni me dorë trokitje Bexhet Pacollin që të marri fjalën këtu. E dashuri kryeministër, e dashura zëvendës kryeministre, të dashur bashkëpunëtor, staf menaxhues i këtij kantieri, përfaqësues të aviacionit civil dhe gjithë ata që kontribuan dhe sot janë këtu që një vepër e tillë të bëhet realitet. Falënderimet e mia shkojnë për qeverinë e Edi Ramës, sigurisht për vizionin që kam pas dhe një vizion cilën unë e kom familiarizuar, një vizion që më ka pëlqyer dhe kum dashur ta mbështes. Secili e din që një objekt i tillë ndodh me dëshirën e flakt, me planin ndoshta e hershëm të qeverisë Rama, për të pas një aeroport. T'ju them drejtën, kur kom ardhur në bisedat e para, është folë për një gjotë tillë dhe ishte vështirë ta paramendoj se do të bëhet realitet. Unë mbrom erdha prej një rrugë të lartë përtej oqeanit dhe erdha në aeroportin e Tiranës ora 4 sot mëngjes, aty vlonte prej punës. Ishin shumë aeroplana cilët të përgatisnin të merrin pasagerët e tyre dhe të shkojnë në drejtime të ndryshme. Dhe ajo ma bëri edhe një herë me dije se ne duhet të përshpejtojmë dhe shpejt
të hapim këtë aeroport, t'ja fillojmë punës, për arsye se nuk është më as një luks, po është një nevojë. Dhe këtë ju thënë bashkëpunëtorët mi, cilët janë angazhuar këtu ditë dhe natë, se nuk është punë vetëm që është bërë për një dekor, por është një punë madhështore, një punë që do t'i kontriboj spari familjeve t'juaja, ju, do t'i kontriboj kësaj ane, banorëve të kësaj ane. Është kënaqësi të dëgjoj se këtu do të inkuadrohen ma tepër se 1000 punëtor. Sigurisht se po. Dhe këta punëtor që do të punojnë këtu, nuk janë vetëm vende pune, për zonë vende pune, po janë vende pune prestigjioze që paguhen edhe mirë, dhe sigurisht do t'jetë një kënaqësi edhe për familjet e atyre që punojnë këtu, por arsye se të ardhurat do t'jenë të ardhurat mira dhe, si që thash, konsiderohet gjithmonë një punë e privilegjuar. Dhe edhe pak kur ajo të ecim përpara dhe të vjen dita kur do ta lus kryeministrin që të vjen edhe një herë këtu dhe ta shef këtë aeroport edhe nga brendësia. Ndoshta sot unë kom qeni përgdhelur pak dhe me është dhonë ma tepër autonomi dhe liri në implementimin e kësaj vepre. Ndoshta e kom bo edhe pak nga eksperienca, ndoshta edhe nga vedia ime. Sigurisht ka me pas edhe mangësi, por mangësit janë për të eliminuar. Dhe do të shofim një vepër që nuk është po në rajon, dhe do tjetë, jam i bindur, këtu për ju premtoj, aeroporti ma i bukur në rajon. Ne kemi aplikuar një interier në cilin jemi duke punuar që 10 muaj vetëm në Bjukun dhe në detajet e interierit. Kem një interier, i kemi dhënë edhe një emër, një Fusion Glam, që ku kemi marrë do thëtë çdo gjë që është efektive, e përdorshme, e bukur, e jetueshme, e fort, e qëndrueshme, kemi marrë dhe kem ndërmend ta inkuadrojmë në interieret e këtij aeroporti. Unë e di se një njerëjut kreativ, një njerëjut mendje hapur, një njerëjut që e don punën e vet, i pëlqejnë gjonat e bukura. Dhe jo mundua shumë, ne të bëjmë këtë dhe tjetë ky aeroport si një trashëgimi, një legasi, për mu këtu, vetëm për informata jëmë duke ndërtuar, ne jëmë duke ndërtuar që tash 3 aeroporte në përbot, dhe ky aeroport ka tërhjek vëmendjen time, dhe po thuj se kom shku flaj dhe jëmë zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, do shta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por si do qoftë, ky aeroport do t'jetë aeroport shumë funksional, një aeroport që kryeministri ynë do të mburret. Ky ka qenë qëllimi. Falenderoj edhe zavendës kryeministrin, e cila ka qenë shumë herë rigoroze me ne. Mërë me men, kjo zonjë shumë herë, duke po situatë ndryshme, ka morë telefonin dhe ka thirë
shefat e punishtes, atje ku prodhohen prodhimet tona në për fabrika, që edhe vet nuk I njoh ata njerëz kush janë. Kjo I ka gjetë, ju ka telefonu, ju ka thonë që ka duhet me bo. Dhe ata më kanë thirë, më kanë thonë që gjoni, çka po ndodhë të Zëvendës Kryeministrja e Shqipërisë në ka thirë sot. Kështu që kjo bëhet vetëm për shkak të dëshirës shumë të madhe për të vepruar, dashurisë shumë të madhe për punë, dhe vetë po e shohim sot ku është Shqipëria. Është nder për mua, jam qytetar I këtij vendi, është një fat I madh që unë jetoj në këtë periudhë. Mos harroni se unë nuk jam vetëm qytetar I Kosovës, po edhe I Shqipërisë, kështu që kryeministri juaj nuk është vetëm I juaj, po është edhe kryeministri im. Zëvendës Kryeministrja juaj nuk është vetëm e juaja, po edhe imja. Dhe ju them se vetëm dëshira e madhe edhe dashuria e madhe ndaj punës, dashuria e madhe për të ndryshuar e bën këtë. Dhe sot unë jam mburëm me atë, ku shkoj që më flasin për hapat gjigante që Shqipëria I ka bërë në 10 vitet e fundit. Zoti Kryeministër, ju përgëzoj për idetë e juaja, për punën e juaj, për veprimet e juaja, për vizionin e juaj, dhe besoni se Shqipëria, po ju them me plot përgjegjësi, Shqipëria ka nevojë për një vizion tillë, ka nevojë për njerëz të tillë, ka nevojë për lider të tillë. Dhe dash Zoti edhe ma tutje të punojmë në projekte madhështore e ne do t'jemi aty ku mundimi me kontribu, si do qoftë me atë që mundimi dhe me atë që dim. Ju falimderit, për mu ishte nder sot të jam këtu para jush dhe shumë fat. Falimderit. Ky ka pësu një metamorfozë të jashtëzakonshme në pas.
Nga njëri në kërkim që desha me në monument i ideave të punës. Hajde në pashë. Faleminderit shumë. Rruga e mbar edhe punë e mbar.